dhe flet siguria kryetare e opozitës, nëse kom brava ke ato pikturat e zyrës kryeministrit. Ti çfarë bën si kryeministër? Ti si pushtet politik, pushteti politik i ka gjithë gjërat në tavolinë. Duhet ta ketë situatën në kontroll, ta di çfarë po ndodh. Nuk po them ta keq përdori pushtetin politik. Koordinim institucional. Koordinim institucional. Nuk është një bisedë e thjeshtë. S'është e thjeshtë, jo. Nuk është një bisedë që ka të bëjë pak minuta. Po nuk ka të bëjë me çfarë ndodh brenda zyrave të shtetit shqiptar. Kjo është raport me rajonin, është raport me miq dhe armiq. Po sa ata që keni përballë thonë ju doni ndihmoni kompani me interesa ruse. Ndërkohë që muhabeti është komplet krah tjetër. Ndërkohë që gjithë biseda për atë është dhe është fakt. Pra korridori 8, nëse ne kemi pasur një ngërç 30 vjeçar, ka qenë korridori 8. Asnjëherë nuk u pranua që të bëj ashtu siç duhet. Dhe të kishim një lidhje ndërmjet Durrësit edhe vendeve fqinje me një korridor të pranueshëm, ka qenë një pjesë e bllokimit të gjithëfarshëm në vendin tonë. Mbani mend edhe kur janë bërë edhe bypassi Fierit, edhe rruga Mallakastrës, edhe disa pjesë tjera me vite, diskutime, bllokime, pra ka qenë shumë problematike, pjesa e Elbasanit, dhe tani që ky është bllokua, edhe korridori 8 tani ka hyrë në një korridor europian. Tani këtu fillojnë goditjet. Tani fillojnë një goditje që kishte të bënte me portin. Tani gjërat vishën pastaj me portale, me historira, më kështu pa ashtu, po fakt është që u bllokua procesi i ndërtimit të një porti jashtëzakonisht të rëndësishëm, që nuk është vetëm një port, po është një pikë e jashtëzakonisht e rëndësishme, që pastaj e lidh të gjithë lidhe korridorin 10 me korridorin 8. Shumë afër të gjithë korridoret e Shqipërisë me Evropën, dhe kjo padyshim ka ndikim, thash, te miq dhe armiq tanë. Prandaj po them, edhe çdo gjë ka strategjike. Flet kryeministri sigurt një opinionist. Shikojmë në aeroportin e Vlorës, ka pasur një debat jashtëzakonshëm, sepse është pjesë e një networku ku ne po futemi dhe po futemi konkurrueshëm. Pra jo thjesht një pikë hyrëse apo dalëse Shqipërisë, po një pikë që ndikon në rajon. Edhe ka pasur goxha, nuk po them për këto gjërat e fundit që ka ndodhur në aeroportin e Vlorës, po unë kam qenë në atë institucion dhe e mbaj mend shumë mirë presionet, kundërshtit, që mos bëj aeroporti pse duhet. Nga kush? Po nga ata përreth, sepse padyshim ai aeroport do futet do jetë konkurrent me raport në aeroportet e rrethit qark këtij. Edhe padyshim një pikë goxha strategjike që përballet me atë pikë. Skënder? Sokol, është shumë kollaj. Me që është teza jote kjo. Është shumë kollaj që ne ta kapim idenë duke u bazuar mbi një histori ku përfshihet në forca antishqiptare, potencialisht shërbime sekrete, etj. Unë mendoj që situata është shumë më thjeshtë se kaq, dhe vjen sërish tek ajo pikë fillestare që duhet një qeverisë eficiente, që t'ulet në tavolinë, që të marrë hartën e Shqipërisë dhe të caktoj prioritete, pra të ketë vullnet të qartë dhe vizion njëkohësisht. Ja t'u jap vetëm dy shembuj. Pse nuk është bërë korridori 8? Një pyetje, sepse debatohet qysh vitet 90-ave, ne e dim. Madje atëherë thuajmë jo pa drejt dhe vijon mos përmbushet ajo aspirat që Shqipërisë duhen dy segmente, njëri vertikal, tjetri horizontal. I pari që të bashkoj Hanin e Hotit me Kakavian dhe i dyti që të bashkoj portin e Durrësit me kufirin lindor. Përkatësisht kapshtisë dhe qafthana. Po, Klosi. Bashkërendimi gjëra padyshim është rëndësishëm dhe realizimi i pistës Formula 1, ose Formula 1 ne i themi, po asaj pistë për garat shpejtësie. Formula 1 gara shpejtësie. Formula 1 pastaj është ëndra. Padyshim janë të rëndësishme, po themi prapë të rruga, korridori 8 ose realizimi i korridori 8 i plot, që nga porti deri në fund, dhe jo vetëm kjo linja e korridori 8, po porti lidhet me rrugën e Kosovës, me rrugën e Maqedonisë, me daljen sipër në Malzi, pra na duhet që ta mendojmë ashtu siç duhet, edhe ti pranojmë fakti që le të themi një investim aq i madh, strategjik, i bashkërenduar me NATO, edhe si pikë kalimi e NATO-s për në Evropën juglindore, në situata paqe dhe jo, padyshim do marrim mbi vete jashtëzakonisht shumë komente. Dashka keq se
përsa i përket raportit edhe xhelozive të brendshme, strategjike përsa i përket pozicionit dhe funksionit që ai do ketë, po pse jo edhe shumë të ndaja se kaq ndërmjet raportit të dy botëve lindje perëndim. Ne morëm si shembull me idenë që ne herë zoti Rama dhe socialistët prej 13 vitesh pushtet vazhdojnë dhe flasin si kur janë opozit. Ka një anë të mirë kjo pozitive, sepse të mban të karikuar vetë mekanizmin të brendshëm. Por ama për publikun që është jashtë jush, që thotë po mirë, ne i votum këta tani, këta pse si japin dum këti muhabeti, këtu sigurisht krijohet ajo thyrja që përmendim i Xhosi. Por ta mbyllur Beko, sa më shkurt. Po, kam dy mendime për çau diskutua këtu. E para ishte, e thamë në pjesën e parë, çështjet e transparencës. Edhe tani në këtë pjesë të fundit të emisionit, kur doli çështja e portit, u tha këtu që armiqtë që nuk e duan Shqipërinë mund të pengojnë zhvillimin e korridorit 8, zhvillimin e portit e tjerë. Çështja është që qeveria duhet të thotë qytetarëve shqiptar, duke vendosur emra dhe mbiemra, kush janë ata armiqtë të Shqipërisë që nuk e duan zhvillimin. Se mund të mos jenë armiqtë të Shqipërisë, por mund të jenë dhe fuqi të tilla në Evropë, të cilat kanë interesat e tyre, pra e duan Shqipërinë, ndihmojnë Shqipërinë në çështje të tjera, por në çështje të caktuara ata kanë interesa që mos të ketë prioritet korridori 8, por të ketë bie fjala prioritet korridori 10 ose 12. Se 10-a me 8 në lidhen, po flasim në 12-a. Dhe ata janë drejtën e tyre të kenë këto interesa. Kjo nuk do të thotë se ata janë armiqtë të Shqipërisë. Duke lënë kështu evazive, duke thënë që mund të jenë duhet thënë këta mund të jenë armiqtë të Shqipërisë si se duan mirën, atëherë ne të gjithëve pastaj për kafenet tona, në portalet tona, në diskutimet tona, fillojmë dhe vendosim emra shtetesh dhe spekulojmë për këtë gjë. Prandaj është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme transparenca ndaj qytetarëve, se tek e fundit e ka detyrim ligjor këtë gjë, e ka futur në ligj. Kjo ishte e para. E dyta ishte kjo tjetra. Kur jeni në pushtet, dhe sidomos në mandatin e 4, edhe kjo është edhe në nivelin teorik, jo vetëm në Shqipëri, ndodhet edhe në vendet tjera, i ndodhi dhe Angela Merkel, kaluhet nga meritokracia në miqësi. Edhe pastaj vim tek ajo që the ti që në fund dashi blu bë dashi roz. Blu bë dashi roz. Mirë, po kjo përtej shakazi bëjmë me mikun ton dashi, këtu ndodh fenomeni brenda Partisë Socialiste ku mungesa një opozite e cila t'ju mbajnë në korrent të vazhdueshëm, sepse nuk është alternativë ende pushteti për fatin e mirë që keni ju, duke pasur atë burin e vjetër që ka në krye. E para dhe dyta që s'ka kartë morale. Dhe e dyta është kurthi më i madh që ju merr ju është fakti që tani jep një idenë sikur Partia Socialiste ka shtërruar nga burimet njerëzore dhe do të marrë ua. Është më ndershme. Po pra, natyrisht, po është ajo është partia e rëndon situatën. Por ama e dim që s'është vërtet. Po ndërkohë që po kjo e rëndon situatën. Ka Partia Socialiste dy analizat. E para ishte që dalin njerëz të rinj, personazhe të reja, marrin titullar, bëhen titullar njerëz me background shumë më tepër teknik se politik, nga krau tjetër në shtëruar. Po ata njerëz që janë aty. E jepni ju imazhin shikoj dhe atyre që keni marrë. Vota që marrin socialistë. Shikoj, dhe cilësinë në parlament. Dhe cilësinë në parlament ju duhet jeni të vetëdijshëm që e keni ulur. Nuk është për Partia Socialiste që ka qenë. Po është perceptim, është relative, po është objektive. Është pjesë e analizës. Është objektive dhe kjo do t'ju rëndoj, natyrisht, unë them, armiku më i madh i Partisë Socialiste në mandatin e 4 është vetvetja. Sigurisht, patjetër. Kjo është pak, po e sigurt. Kjo se faleminderit ishte me ne sot, e dim që ishte çik ditë e vështirë, po si gjithmonë ti je nga ata, ndryshe nga kritikat e drejta të Bekos dhe të opinionit publik, që je nga më transparente dhe më të gatshëm të përballesh me kritikat dhe në momentet të vështira. Faleminderit ishte me ne sonte, faleminderit Bekon, faleminderit Skënder. Ristor kthehej sërish të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.